përbën krimin kushtetues zgjedhor në të rëndë në historinë e pluralizmit shqiptar. Në këtë farsë, kreu i organizatës kriminale Edvin Kristaq Rama, armik i egër i pluralizmit politik, krye padrino dhe ndërtues i shtetit të parë dhe të vetëm, narkoshtetit të parë dhe të vetëm në Europë. Për të siguruar karrigën e tij të krimit, i tmerruar nga krimet që ka kryer, në mbrojtjen e Altin Troplinit, ushtoi në këto zgjedhje të gjitha format e dhunimit të ligjit. E vërteta është për çdo shqiptar se vota e qytetarëve shqiptar vdiq në sensin si votë e lirë, parën në kuti. Votën e vdiqen parën në kuti. Përdorimi i 76 milion eurove si shpërblim si dhurat për votë, 100 euro për çdo pensionist në tërësi, 48% votuesve apo 760.000 pensionist. Votën e qytetarëve shqiptar e vdiqen parën në kuti. 4.500 aktivitetet organizuara në periudhën ndaluar nga ligji, përfshi dhe ditën e votimit me atë që quhej, me të famshme në Giro d'Italia 7 milion një organizate private, votën e lirë të shqiptarëve e vdiqën pa hyrë në kuti, pa rënë në kuti, falja 2 ditë para zgjedhjeve e 200 milion eurove, votën e qytetarëve shqiptar, votën e lirë, e vdiqen parën në kuti. 29.300 hektar kanabis për mbjelljen e mbi 100 milion rrej kanabis në të gjithë Shqipërinë për vota, duke dhunuar ligjin sipërfaqe 140 herë. Votën e qytetarëve shqiptar e vdiqen parën në kuti. 10 mira, leje ndërtimi, leje legalizimi dhe certifikata pronësie të dhëna të gjitha për qëllime elektorale, për rrëmbyer votën.